Territori shqiptar për datën 22 korrik 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme, me alternime kthjellimesh dhe vranësira shkalimtare. Qatorëve të pasdites në relievet malore lindore pritet zhvillime lokale të vranësirave të cilat mund të shoqërohen me rreshje të izoluara afat shkurtra, ndërsa pjesa tjetër e territorit do të mbetet pa rreshje. Paraditja do të jetë kryesisht me diell në të gjithë territorin, ndërsa pasditja do të sjellë shtim të përkohshëm të vranësirave në zonat malore. Temperaturat minimale pritet të zbresë deri në 15 gradë Celsius, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 34 gradë. Gjatë ditës pritet rreth 8 deri në 9 orë me diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 3 deri në 6 metër për sekond. Diti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i lartë rreth 8. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:19 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:15 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 20 deri në 34 gradë Celsius. Kukës 17 deri në 29 gradë. Peshkopi 16 deri në 28 gradë. Tiranë 21 deri në 33 gradë. Durrës 23 deri në 31 gradë. Kavaj 22 deri në 31 gradë. Elbasan 21 deri në 33 gradë. Berat 21 deri në 34 gradë. Korçë 15 deri në 26 gradë. Vlorë 23 deri në 31 gradë. Gjirokastër 17 deri në 28 gradë. Saran 23 deri në 31 gradë Celsius.